Veç kësaj, veç dy gjëra. Po, veç Visari, me njerë po e shpëndaj të ju. Dyher Visari pa unë. Ja, dyher Visari, ti dyher. Pa, fondi ka orë Visari. Jo, Visari ka full, unë as kena full as njerë, apo këpëtër një pja dhëmë dyher. Po jo, s'ke full. Unë ko full i herë, pas me e ka full Visari. Po veç njerë. Pas te ki full ti, dhe tash po e mërë prap Visari. Nëse ka një rrë, është ta kemi një farë mundësia që shkëpimi, se për herën e parë ka me full me Visari. Veç diçka. Randin e përcaktoj unë. Po, e di. Mirë, veç diçka. Di, po unë me ta vrejtje kur ja huq. Mirë, veç të unë me të Se ja vrejtje në dhe qeverisë për huqje edhe ati tjetërit. Sa shpresoj t'jesh po ka që një përgjegjës publik. Shpresoj t'jesh po ka që zëshëm sa ja huqe dhe qeveria. Por, roli këtu, më ndej rani por mu atë ran. Ranin e dytë bo debat. Okej. Vazhdo. Jo, regullo. Vazhdo më në tash? Vazhdo ti. Po du tash. Jo, tash me spekshvirim Ranin Ramaboja, Farani. Hajde Ramaboja. Mes keqashtu. Jo, është çështja që unë mbaj shenem që ka flisni dhe se kam atë halë kur flas pastaj. Më bën përshtypi për shembull ky insistimi që pa marrëveshje nuk do duhet të qëndronte opozita në sallë. Ky sistemi jonë politik e imponon marrëveshjen, është mëse e vërtet. Dhe do të ishte krejtësisht pozitive që kur rrinë sallë, edhe nëse s'kan marrëveshje 100%, një marrëveshje në heshtje nën kuptohet. Pra, nëse rrinë në sallë.